Qendrën Administrative Grabian, Bashkia Divjak, Nisma Shqipëria bëhet zhvilloi një takim elektoral në sheshin qendror të fshatit, i cili ishte i mbushur me simpatizantë dhe anëtarë të kësaj force politike. Takimi nisi me prezantimin një të kandidatëve të qarkut fier, pjesë të listave të hapura. Kandidatët prezantuan veten dhe alternativën që përfaqësojnë, duke u ndalur në programin politik të kësaj nisme për zonën e Divjakës, me moton si Divjaka bëhet. Ata u bëjnë thirrje banorëve të mbështesin djemtë dhe vajzat e kësaj zone, që synojnë të jenë zëri i tyre në parlamentin e ardhshëm pas zgjedhjeve të 11 majit. Gjatë fjalës së tyre, ata theksuan se qytetarët duhet të votojnë për ndryshimin dhe të mos i besojnë më partive të mëdha tradicionale, të cilat sipas tyre për 35 vite e kanë lënë Shqipërinë në udhkryq për shkak të një politike të vjetëruar. Më pas fjalën e mori dhe kryetari i nismës Shqipëria bëhet, Zoti Adriatik Lapaj, i cili falenderoi të pranishmit për pjesëmarrjen dhe ndahu me ta pikat kryesore të programit të kësaj force politike në të gjitha fushat. Ai u bëri thirrje qytetarëve të votojnë për përfaqësuesit e denj të komunitetit dhe jo për oligarkët. Zgjidhni djemtë dhe vajzat e zonës, jo ata që përfaqësojnë interesa të ngushta, u shpreh Lapaj. Në përfundim të aktivitetit, Zoti Adriatik Lapaj dha një intervistë të shkurtër për gazetarin e televizionit Apollon, ku foli mbi situatën politike në përgjithësi dhe në veçanti në qarkun e Fierit. Ne në qarkun e Fierit kemi një ekip fantastik, i cili po performon në mënyrë të shkëlqyer dhe unë po bëj takime të vazhdueshme në qarkun e Fierit, duke i kushtuar një rëndësi shumë të veçantë. Kemi doktoresh Floralpa Dervishin, një dentiste model në qytetin e Fierit. Kemi doktoren e shkencave profesore Neda Cauli në Lushnjë. Kemi inxhinierin Erion Muska, kemi inxhinierin elektrik Azmer Dulevic, kemi përfaqësuesin tonë nga diaspora Laurent Drizaj, kemi një mori kandidatësh të cilët janë një përfaqësim shumë dinjitoz për qarkun e Fierit. Për këtë arsye, ne besojmë fort dhe nga gjitha të dhënat na rezulton deri tani që Lëvizja Shqipëria bëhet nuk do të marrë më pak se 3 mandate në qarkun e Fierit. Si shikoni situatën politike kur mes dy partive të mëdha është Shqipëria bëhet? Ato hynë si të mëdha, të paktën njëra nga të dyja hynë si të mëdha për herë të fundit në zgjedhje, pasi këto zgjedhje do ta ndryshojnë realitetin politik të Shqipërisë dhe skena politike shqiptare do të ketë një konfigurim krejt tjetër pas 11 majit. Jeni një nga politikanët më popullorë që futeni në çdo problematikë të qytetarëve. Përveç atyre që ju komunikoni drejt për drejt me ta, a ka diçka të vërtet Adriatik Lapaj në komunikimin me ta? Unë kam gjitha të vërteta, se kjo më ka sjellë deri këtu. Unë besoj shumë te fuqia e popullit tonë dhe jo se ne jemi një popull i veçantë, po se të gjithë popujt kur duan ta bëjnë ndryshimin, e kanë brenda vetes fuqinë për të bërë një ndryshim të madh. Kështu që edhe ne, si popull të tjerë që ja kanë dalë ta lënë mjerimin pas, mund të arrijmë të bëjmë gjëra të jashtëzakonshme. Aq më shumë që tranzicioni na ka kalitur dhe siç thoshte një burr i zgjuar, kohët e vështira prodhojnë burrat të mëdhenj. Burrat e mëdhenj prodhojnë kohë të mira. Kohët e vështira në Shqipëri do prodhojnë tashmë një plejad burrash e grash të jashtëzakonshëm. A do të kishim një mesazh politik sot? I bëj thirrje të gjithë qytetarëve të qarkut të Fierit, të mbështesin kandidatët tanë, i bëj thirrje të distancohen nga çdo fenomen i shitblerjes së votës, të neverisin ata që u çojnë qoftë 100 dhe të denoncojnë pa përjashtim në organet kompetente, duhet të ndahen një herë e përgjithmonë nga historia e vrasjes së shpresës në Shqipëri. Është koha për të bërë një ndryshim të madh. Është koha që shqiptarët të nisin të ngrihen sepse kanë arritur në pikën më të ulët të mundshme.